salavat dhe selamet jetë për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe nderi më i madh o umeti Muhammedit, që jemi umeti Muhammedit. Wallahi në billahi, nuk na ka dhanë Allahu pas imanit, pra shahadetit, diçka mirësi më të madhe që na ka vendosur në flamurin e këtij njeriu. Për këtë, o biri Ademit, o umeti Muhammedit, dhe o djali i Islamit, do ta kuptosh ditën e mahsherit të madh. Atë ditë kur të parët që do të ringjallen jenë umeti Muhammedit, të parët që do të llogariten umeti Muhammedit, të parët që ta kalojnë urën e Siratit umeti Muhammedit, të parët që të ta trokisin derën e xhenetit umeti Muhammedit. Popullata më e madhe në xhenet është umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra vallahi atë ditë, o biri i Islamit, do ta kuptosh se sa e madhe kishte pasjen që unë jem ndër flamurin e këtij Muhamedi të birit Abdullahi salawatu rabbi wa salamu alej. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot i dërguari Allahut alaihi salatu wassalam, unë jemi pari i cili do të ringjallem në ditën e Kiametit, kur ja vëllahu i Musa do të jetë i kapur për arshin e Allahut azza wa jall. Nuk e di, a u ringjall para meje, apo e shpëtoi Allahu xhelle xhelalu ditën e Turit të marr kur ati i ra të fikët.